Eşref abi rüyayı ilk gördüğünde Ai rë në dëshuri me të që kur ishin fëmijë dhe nuk u lodh kurrë duke e kërkuar. aradan geçen belki 20 yıl onu asla unutmadı. Ya belki öldü! Kalp bir kere sever. Për të, zemra dëshiron vetëm një herë. Bugün kimi gömüyoruz? İhaneti. 20 vjet më vonë, Eşref është mafiozi më i pushtetshëm i qytetit. Ndërsa Nisan, një artiste e talentuar. Ritakimi i tyre nuk është rastësi. Aynı kata çıkıyoruz galiba. Benim de iş görüşmem var da. E kaluara që rikthehet Benim suçum değil. në vrasje e vjetër dhe misteret pazgjidhura. Yazık ki kabusun olacak. Drama më e bujshme e vitit. Një super serial. Prodhimi vitit 2025. Një tjetër fenomen televiziv me çiftin e aktorëve më të preferuar të momentit në të gjithë botën. Kaç sene geçmiş! Çataj Ulusoj Ne oldu? Buldun mu rüyayı? dhe Demet Özdemir. Rüya Dashuria e Eşrefit. sen misin? Premier absolute në Klan nga 15 shtatori.